Po BMW-ja ka adrenalinën, e ato tjerat janë për asfalt. Pavarësisht dikon për 470 dhe 485, kere ka kushtu dikon ofër 50.000 euro kur e ku marrë. Shënjestër.net. Unë jam Festim Palushi, vi për qytetit Sarekës, edhe këtu jena me një makinë seria 5 të BMW-s, modeli G30 550D. Viti është 2011, këto e kam dikon afërsisht 4 muaj. Kjo makinë domon është ECU Map Stage 1, momentalisht, edhe në minjaq është XAP Stage 3 Drag Mode. Pavarësisht dikon për 470 dhe 485, i ka momentalisht, po e mira kësaj makina është newtonat, ku i ka dikon afërsisht 920 dhe 940 newtona. Për drag është shumë e mirë, është all-wheel drive, është në 4 rotat, po BMW-ja ka adrenalinën, e ato tjerat janë për asfalt, janë për me përdorë për ditë. Kjo nuk ka për ditë, kjo për pistë. Kjo tjetër adrenalin, tjetër nivel. Momentalisht nuk kena investu diçka shumë ta. Momentalisht është domon straight pipe është makina. Mopat këto domon janë sene fillestore që vinë të një makina, nuk janë investimi madh. Diçka që kena ndru, diçka modën to nuk ka. Vitin arshëm kismet, ka me pas investimin të rejen ta. Kere ka kushtu dikon ofër 50.000 euro kur e ku marrë. Shënjestër.net.